filloj. Selam aleikum të gjithëve. Takimi I sotëm do të jetë një paraqitje verbalizume e një shkrimi që profesor Lodian Zekti do t'u japë që shkoi në median lapsikal me titull Protesta, duke qenë se shkrimi karakterizohet nga një derduri e konsiderueshme konceptuale dhe nga një logjikë kronologjike në radhëtin e argumentave, u pa e arsyeshme që të bëhet edhe një takim si ky sot, ku do të jetë e mundur që të shkellohet më në detaje ajo që është pasur për qëllim që parashtrohet. Njëherëzi, duke qenë se kjo nuk është thjesht diçka në nivel teorik e rëndësishme, por përkon edhe me situata më të rëndësishme korrente që shoqëria shqiptare është duke përjetuar. Dhe kjo është një përpjekje se si mundet që protestat apo kjo protestë masive njëmujore ta ka përcej veten dhe gjendja e pritur apo spaku e shpresuar e përmirësimit të gjërave të mëdhihet. Si rregull nuk mund ta themte, pra mund të them që nuk jemi të kufizuar nga koha dhe profesori mund të marrin kohën e vet për ta parashtrotur gjithën. Dhe pastaj në fund kushdo që mund të ketë pyetje apo edhe kundërshtit e rastit apo paqartësi mund të na drejtohet individualisht pa kurrë problemi. Përshëndetje. Selam aleikum, zoti e shpërblet. Unë shpresoj që duke qenë se shkrimi ose tezat që do paraqesin sot janë ekspozuar në shtyp ka rreth një javë, shpresoj që t'jenë lexuar nga juve që keni ardhur sot këtu. Po ndërkohë ajo që do bëjmë neve është një paraqitje e tyre, le të themi me një ligjëri të drejtë për drejtë, që është ky I sotshmi, që në fakt edhe mund ta tekalojë të detyrimin për ta pas lexuar paraprakisht. Në fakt ajo që po bëjmë edhe këtu sot është një veprim normal, njerëzish të lirë dhe të preokupuar jo vetëm për hallin e vet, por edhe për hallin e shoqërisë apo të bashkësisë apo të ST-rës, që duhet me pranu që në fakt ka qenë një merak I gjithë këtyre viteve të fundit, dhe me sa duket do vazhdoj të jetë, dhe kam frikë, apo më saktë kam frikë se do vazhdoj të jetë, pra meraku se mos ndoshta në shoqërinë shqiptare gjithmonë më pak njerëzit po interesohen për fatin e PT-rës dhe gjithmonë më tepër janë të angazhuar me vetëm me hallin e vet apo me planet e veta personale. Duket sikur protesta ndoshta e ka përvjeshtruar këtë merak që mund ta kemi pas përpara, po nëse në të vërtetë e ka përvjeshtruar ose jo, është një gjë që do duhet të verifikohet në vazhdim. Ai do vazhdoj protesta dhe pasi protesta në mënyrë natyrshme s'do jetë man, sepse një protestë e përhershme thjesht është një kontradikt në term, siç e kemi thënë diku këtu në tekst, pra sepse një nga karakteristikat e protestës, një nga atributet e saj, është që përndryshe unë arsye pse duhet quhet protestë, është pra që protesta është e vrrullshme, e bet, intensive, dhe ka një afat, le të themi, një afat në cilin ajo të cilin s'mund ta kapërcej, sepse humbet natyrën e saj. Kjo nuk do të thotë që një protestë është e destinuar, po e nisim kështu me që e nisëm kështu, pra kjo nuk do të thotë që një protestë është e destinuar që të
kufizoj me veten, do të thotë momentin që mbyllet ajo pasaj s'ka asgjë. Kjo s'është e thënë, por do të thotë që në origjinë që protesta tjetë e vërtet, ajo me vërtet niset me këte apo fillohet me këte pritshmëri, pra që të ekspozoj le themi sfidimin e pashmangshëm që duhet i bëj ai njeria apo ai grup njerëzish të keqes që një moment bëhet dominuese dhe praktikisht destruktive, pra që nga do që prek dhe kthehet ajo vetëm se shkakton dëm, pra të bën protesta, ekspozon këtë nevojë njerëzve për të distancuar dhe për ta refuzuar të keqen publikisht. Dhe përpos këtij vetë ekspozimi nuk do duhet të ketë arsye tjetër që të ndodhë, po siç po thoja, kjo nuk do të thotë se me të vërtetë pra në veprimin e sipër është destinuar që të përfundojë kështu, sepse një nga gjërat që dihen edhe s'ka shumë nevojë për të mbrojt me argumenta ekstra, është që një protest mundet që të në rrugë e sipër të shpërndërrohet, pra të bëhet diçka tjetër, në rastin më të thjesht, një protest është kollaj të shndrohet në revolt, pra do të thotë në një veprim refuzues, po jo më paqësor, po që fiton agresivitet dhe mund ta mendoj edhe forcën apo dhunën si një rrugë të vetëm. E momenti që kjo ndodh, edhe kjo ka probabilitet gati të një të ndodhë apo të mos ndodhë, momenti që ndodh ajo s'është në protest, pra si thamë shndrohet bëhet revolt, apo ndryshe protesta po ashtu mundet që duke e ka përcyer fatin e vet të procedimit dhe duke mos rënë në ofertën apo në alternativën e thjeshtë apo të lehtë, që është gjithmonë aty dhe është e kollajt edhe si rregull është jo produktive, pra që është pra të shndrohet në revolt, ka dhe opsionin tjetër që të shpërndërohet në një lëvizje që do thotë në një aksion apo në një veprim të përbashkët të shumë njerëzve, në rastin normal, të cilët marrin mbi shpinë frymën e protestës edhe zgjidhjen e problemeve në raport me cilët protesta konfirmon apo ekspozon vërtetësinë e vet, por marrin përsipër në të njëjtën kohë që këto probleme apo këto çështje ti zgjidhin dhe këtë zgjedhje apo të synojnë të zgjidhin e domo dhe këtë zgjedhje mos e mbështesin mbi një lloj vetllastimi që duket sikur protestës i vjen si një ves gjenetik gati, pra jo përmes një vetllastimi që protesta vetë në vetvete është e vlefshme, është e shëndetshme, është gjenuine, kështu me radhë, për këtë arsye s'ka pse ajo mos jetë edhe suksesshme, dhe kisha parasysh kur fola për vetllastnin, të cilin një lëvizje nuk s'mund ta ketë për definicion, as nuk e merr në konsiderat, e ka përcen sigurisht dhe e projekton efektin e lëvizjes edhe pjesën e zhvillimit të saj e projekton gjatë në kohë, po dhe efektet e shpresuara, efektet e mira, flasin efektet e dëshiruara, të cilat do të
bëjnë mundshme që të bllokohet apo të çmontohet e keqja në shoqëri apo në sistem dhe të vinë ditë më të mira për ato njerëz dhe për atë shoqëri. Pra dhe to efekte projektohen diku larg, sigurisht jo afër, jo të ardhmen e afër, një të ardhme në rastin më të mirë të arsyeshme, një të ardhme të mesme e sipër, dhe që do thot pra që përveç kësaj, pra që një diferencë midis protestës dhe lëvizjes, pra që lëvizja le të themi që nuk ka një afat skadimi imediat në fakt, sepse edhe një lëvizje nuk mund të zdërgjohet deri në atë pikë me fjalë sa që të bëhet të vejetojë bashkë në sistemin me një premisë që mjafton që të jetë aty dhe të përfitojë nga secili rast i dobësisë potenciale të sistemit. Edhe protesta duhet të jetë një tempo të vetëm, por që është siç thash shtrirë lëvizja, duhet të jetë një ritëm vetëm të shtrirë shumë më tepër në kohë. Dhe përpos kësaj, një dallim tjetër midis protestës edhe lëvizjes është që protesta si rregull ka një natyrë emocionale, interaktive që mbështetet tek imediatizmi dhe tek vërtetësia e reagimit në kohë reale në lidhje me të keqen që shfaqet. Edhe këtë kuptim është me siguri emancipuese, është me siguri e rekomandueshme, sido që të vi puna nëse duke fol edhe mbyll fjalën edhe ndoshta më ngjet pa e thënë, po e them paraprakisht. Pra ajo që unë du me thënë është që protesta është një gjë në origjinë, është një gjë e mirë, një gjë dëshirueshme, një gjë që nëse ndoshta duhet përgëzuar, mbështetur edhe mundësisht bëhemi pjesë e saj. Pra nuk është qëllimi apo fryma apo premisa që të qortohet protesta, qëllimi është që të qortohet, pra që sa gjithmonë ka një qortim në fakt. Qëllimi i kësaj fjale dhe i këtij shkrimi është që të qortohet ndjenja e shoqërisë shqiptare që del në një dritë jo të lavdërueshme apo komode në lidhje me se çfarë po ndodh, sepse pra drita jo komode në cilën shfaq shoqëria shqiptare është në raport me protestën është kjo shoqëria jonë, me sa duket gjithë shpresat për të ndryshuar, për ta refuzuar dhe për ta ndryshuar të keqen, i paska mbështet tek protesta. Gjë që është naive, është gati infantile, burra dhe gra të rritur të cilët ushqejnë një shpresë që në origjinë është fëminore, nuk mund të jetë kështu. Protesta nuk ka veti magjike që thot me një formulë që gjendet të shuar në kohën e duhur e ndryshon si dita me natën gjendje. Nuk ka të tilla gjëra në botën e shoqërisë, e politikës, e institucioneve, e sistemit, e kulturës, e ideologjisë. Dhe pra, në këtë kuptim, protesta më shumë në këtë moment, ajo që mu më shqetësoj edhe po e ndaj si shqetësim me ju, është pra që protesta vurin duke këtë lloj infantilizmi politik në shoqëri dhe në kulturën shqiptare, këtë shpresë të mirë, por të pa mbështetur në mundësi të vërteta që përmbushet si shpresë kjo pra, dhe
aq sa mund neve për një gjysore, një orë bisedë që do bëjmë, aq sa mund të qartësojmë, aq sa mund na vlejë si një mundësi më e mirë dhe më e madhe për të kuptuar, është pra që të shmangim të konfundim, nëse çështja, dhe kjo është çështja e përhershme, është një çështje e çështjeve, është pra se si ndryshon gjendja e një populli, se si ndryshon gjendja e një shoqërie. Protesta është një nga ngjarjet që është në rrethin e shqyrtimit kur shqyrtohet kjo çështje, por është gjithmonë një ngjarje e dorës dytë dhe nuk mund të ndrohet një ngjarje e dorës parë, sikurse po ndodh këtu ke ne. Pse një shpjegim pragmatik dhe një shpjegim epistemologjik mund bëhet të kombinuar me njëri tjetrin për ta shpjeguar këtë le të themi këtë mendje lehtësi, po ja lejoj vetes këtë term, po duke ja heq pjesën fyse, duke marrë vetëm pjesën teknike. Pra janë dy shpjegime, një shpjegim është siç thash pragmatik apo historik, e ka lidhje me protestat e studentëve të para 35 vjetëve, 36 vjetëve. E vërteta është që për ato që më njohin, e din që unë kam qenë pjesëmarrës në ato protesta, diçka që s'ka qenë arsyeshme, s'ka qenë e domosdoshme të thuhesh në shkrim, as nuk ka qenë e domosdoshme të mos thuhesh në fakt, po. Pra unë kam qenë pjesëmarrës kam qenë student në vit parë atëherë, në ato ditët e dhjetorit deri sa zgjati shkurti që solli rënien e busit përmendore së Ndërholdës, edhe që kulmoi pastaj besoj nga maji qershori me grevën e përgjithshme të inatorëve që e detyroi partinë që shpatet jetë dhe para koshën. Dhe ajo që ka ndodhur atëherë është e fiksuar, është e dokumentuar dhe nuk mund të iket. Pra ato protesta që ne vazhdojmë të quajmë dhe sot protesta, po që me parashtërimin që bëm neve sapo e bëm, pra ato e kanë hak të quhen, ajo e ka hak të quhet një lloj lëvizje më shumë se një protestë, sepse kozgjatja nuk e duron dot emrin apo me konceptin përkatës termin dhe konceptin e protestës, pra ato kanë nisë në fillim të dhjetorit të 90-s dhe ndoshta ka zgjatur rreth një vit deri me ngjarjet deri me fitimin e zgjedhjeve nga opozita sapo krijuar atëherë. Përfshihen brenda dhe masakra e 2 prillit në Shkodër, që në vrasja 4 protestuesve. Pra, ajo nuk ka qenë një protestë në kuptimin që japim neve sot, ajo ka qenë me siguri që ka nisë një protestë, por është ndërruar një lëvizje, kështu pa e kuptuar, sikurse e thamë neve, dhe e para dhe e dyta, e që po që se kjo është vërtet atëherë duhet t'i mpakim shpresat se në vërtet ndryshimi i gjendjes vjen nga një protestë, pa u shndërruar ajo në lëvizje, dhe e dyta, që është po ashtu shumë e rëndësishme, për ta gjykuar edhe për të qenë qartë edhe të sigurt kur e shqyrtojmë të si çështje, pra për të ndryshuar një sistem, për ndryshuar gjendjen e gjërave në tërësi për të gjithë, për ta kthyer atë nga përkeq ta kthejmë për mirë kështu me radhë. Pra një rëndësi të dorës parë që përcakton mundësitë në vazhdim dhe i përthyn ato apo jep një lloj koeficienti që koeficienti që e garanton apo e mundson suksesin apo jo, është pra nëse sistemi brenda të cilit po ndodh protesta është një sistem përkatësisht i mbyllur, i vetëmjaftueshëm, apo është një sistem
i kushtëzuar nga një sistem më i madh, në kuptim gjeopolitik, nga një makrosistem, këtë term kam përdorur tek shkrimi, dhe që do të thotë në një sistem të mbyllur, tjetër lloj është statusi dhe mbarvajtja qoftë e revoltës, qoftë e lëvizjes, qoftë e protestës, dhe një sistem jo të mbyllur, jo autonom, jo vetë mjaftueshëm, i cili garanci për të mbijetuar nuk mund t'i mbështesë vetëm në resurset e veta, por është i varur nga çfarë e rrethon, atëherë ndryshojnë modulet e mbërritjes së suksesit, ose jo përmes këtyre ngjarjeve të llojeve ndryshme, pra që siç thamë janë nga protesta deri përmes lëvizjes deri tek revolucioni. Pra, ajo që ka ndodhur në dhjetor të 19-s ishte një protest në fillim, që u shndrua në një lëvizje, e cila lëvizje, duke qenë një lëvizje e prejardur që u vendos protestës, nuk arriti dot që të, dhe ndoshta është një çështje që kërkon shumë më tepër diskutim kjo dhe do ja vlente, po është ndoshta jashtë rendit gjërave që mund të themi sot këtu. Pra, së pari ajo u shndrua një lëvizje të një lloji të veçantë, po që na mjafton të themi që nuk e ruajti diskrecionin e një proteste, dhe dyta, ajo që një protestë që ndodhi në një moment favorshëm gjeopolitik, tjetër lloj po ta themi, nga fundi i luftës së dytë botërore, nga 45-a deri në 90-ën, sistemi botëror ishte i dubluar, pra ishte një sistem të vendeve komuniste dhe një sistem të vendeve kapitaliste, dhe legitimiteti i asaj që ndodhte dhe mbështetja e asaj që ndodhte në Shqipëri, kryesisht mbështetesh ke suporti ke sistemi global komunist. Momenti që ai ra, u diskreditoi dhe degradoi dhe nuk pati në fuqi që ta dublonte sistemi kapitalist, të gjithë vendet komuniste ngelën në dorë të legitimimit mbështetjes ose jo nga sistemi kapitalist që në origjinë ishte armiku i tyre. Dhe kjo që gjendja jonë në fund të 90-s dhe fillim viteve 90, shoqëria shqiptare nisi një protestë, u shndrua në lëvizje, po mos ishte shndruar në lëvizje shpejt, do të ishte një lloj shkulmi protestash që do vinin njëra pas tjetrës, sepse sistemi nuk mund të vetë mbahesh dhe nuk kishte shpresa të mbahesh jashtë. Pra, ai ra për shumë arsye, njëra prej cilave më dukshmja është protesta, më dukshmja edhe më formalja në një farë mënyrë, dhe kjo ka bërë që ne t'ja mbeshim në mendjen shqiptare të fitoj këtë atribut protesta, që një protestë e vërtet, e bërë nga studentët, e bërë nga brezi i ri, afru se brezi i ri ka akses i vetëm tek spontaniteti edhe tek, le themi, vërtetësia e bërjes gjërave, sepse është edhe kjo një nga mitet e protestës sotshme, që referon një term kulturor, psikologjik, quhet gjenerata Z, i thonë, që ka të vërteta ka ajo që thuhet, por optimizmi apo shpresa tek një, le themi, ke një mision i një brezi, i cili në fakt nuk më duket se një mision i tillë ekziston, apo një potencial i tillë i brezi ekziston. Po dhe kjo është më tepër përmbi atë që mund të themi sot. Pra, kjo është arsyeja pragmatike, sepse neve kemi rënë në këtë gjendje mendjelësie në raport me protestën, sepse ka ndodhur para 35 vjetësh që një gjë që ne vazhdojmë ta quajmë protestë, në të vërtetë të bashkëqërohet gjatë gjithë kohës me idenë e suksesit që bëri që përmbysej një sistem i mbrapsht, siç ishte ai
i Enver Hoxhës dhe të zëvendësohet një sistem që në shpresu që do ishte i duguri dhe që është ky që sot është kapsu mutacion deri në këtë pikë me fjalë që praktikisht jemi mbledh edhe sot këtu pikërisht për të thënë që të mbledhim menjen sepse duhet shumë më tepër se sa kaq për ta heq edhe për ta nxjerr nga për ta heq si pengesë në rrugën e shoqërisë shqiptare. Kurse arsyeja e dytë që neve ngatërojmë protestën me lëvizjen është që neve besojmë se protesta duhet jetë masive. Edhe ky është një nga dhe jo se protesta s'mund të jetë masive. Në momentin që ne i mbeshim asaj mbi shpinë një mision apo një peshë, ajo nuk e mban dot, në mënyrë intuitive neve besojmë se që ajo ta mbajmë në vërtet duhet që të besojmë te masiviteti i saj, ndërkohë që në origjinë protesta, sikurse thamë, sikurse nuk ka detyrimin të jetë programatike, nuk ka detyrimin as që të jetë masive. Protesta sa më masive të jetë, aq më e mirë mund të jetë për sa kohë që zgjat, po masiviteti i saj në momentin që kalon momenti në cilin ajo vend dukje edhe arsyet e ekzistencës së saj edhe të keqen që e ka ngrit. Nëse kalon ky moment, atëherë nevoja për numra, për masivitet protestës ndrohet në një lloj fiksacioni dhe protesta në këtë moment duket sikur e ka mbyllur ciklin e vet, pikërisht në momentin pra një i parë i jashtëm apo i dukshëm që tregon se si protesta në fakt në një farë mënyrë e bëri çfarë mund bënte, është kur halli i njerëzve është i atyre që marrin pjesë protestë, atyre që e dru protestën, siç jemi edhe ne këtu sot, është kur kanë hall nëse po vinë njerëz, po vinë njerëz të ushtuar, nuk ushtuar e kështu me radhë. Le të themi galvanizimi emocional ose galvanizimi që bën protesta është në nivel emocional i cili në mënyrë natyrshme ka limitet e veta dhe në këtë kuptim një protestë si rregull vjen duke u pak dhe jo duke kushtu, kjo është natyrën e gjërave dhe në këtë kuptim protesta, sikurse e tham fillim, ose do shohim mundësinë që ndrohet në revolt ose në saktë pa e pasi mundësi, por në mënyrë natyrshme mund të shndrohet në revolt, ose mund të shndrohet në lëvizje, ose përfundon edhe regjistrohet si e tillë dhe ne kemi prapë këtë çështje kryesore, si ta ndryshojmë gjendjen e gjërave, duke qenë të qartë, duke qenë vetëdijshëm që situata është niveli i të keqes në shoqëri ka arritur rekorde të pabesueshme. Ne me vërtet kemi arrit në pikën që e keqja ka arrit pra në atë pikë, saqë nëse ti e përmend të keqen, përmendja që ti i bën është e çuditshme. Nuk është daqe çuditshme në fakt, por pra ti e përmend dhe ajo vetëm se shton të keqen, fakti që ti e përmend. Sepse e keqja është fizikisht, materialisht është e shëmfishume në një pikë që ritmi të përmendurit apo i denoncimit përkatësisht të keqes mundet nga ritmi i ndodhjes keqes kur ai që është në krye të kësaj të keqeje denoncon algoritmin, e vërteta është që jo mesazhet që shpërndahen përmes
internetit, por e keqja që shëndohet përmes sistemit që ai e kryeson ka natyrë algoritmike. Pra do thotë e keqja shëmfishon vetveten në një mënyrë që ne nuk mund ta përballojmë dot më atë me ligjërinë. Të paktën në nivel individual, pra ti marrësh të gjitha singulare, ti marrësh të gjitha rastet veç. Dhe në këtë pikë duhet me zënë demin nga brirët, pra me kap thelbin e asaj që është e keqja, dhe një pa rastet e veçanta të saj si deg të një rënje që duhet shkull atje ku ajo është, por që ta bëjmë këtë, duhet parasisht thash që të çlirohemi nga adiksioni që kemi për protestus edhe të zhvillojmë imagjinatën tonë që me sa duhet deri tani është në pirë, e të kuptojmë se në fakt tjetër gjë duhet për me e ndryshu gjendjen e gjërave, tjetër gjë ka caktu Zoti si ligj, siç ka caktu ligjet e universit, ligjet e natyrës, ka caktu dhe ligjet e shoqërisë. Tjetër gjë ka caktu Zoti si ligj për të ndryshuar të keqen në një vend, dhe pjesë e kësaj ligjësie është me siguri, është karakteri, është personaliteti, është kapaciteti apo nevoja për të sakrifikuar e atyre njerëzve që me të vërtetë e kanë këtë hall. Prej këtu fillohet, besoj që prej këtu fillohet, në fakt ndoshta dy premisa duhen plotësohen, duhet pra që të kesh këtë material burrëror njerëzor, kur them burrëror në një kuptim jo gjinor, pra sepse mund ketë edhe gra të forta, të kemi parasysh para gjithash, sikurse ka plot burra dogët. Pra duhet karakter, duhet burrëri dhe duhet program, duhet vizion, duhet qartësi me ditë se kush është kufiri një listë mirës dhe të keqes, kush është profili një sistemi djallëzor dhe një sistemi human, i cili synon t'i zhvilloj njerëzit të cilët qeveris, t'i respektoj, t'i zhvilloj, t'i japë atyre mundësi që të shprehin dhe të realizojnë veten e tyre, jo veç vetën, po edhe së bashku. Po duhet që të kemë pjesë atij programi, sikur se tha, po programi nuk mjafton pa burrërinë, dhe ama nga ana tjetër dhe burrëria pa një program nuk është se të çon larg, po të dyja duhen kombinu, po për momentin unë kam theksuar si një gjë që shtrohet për zgjedhje apo si një kusht që duhet përmbushur në mënyrë imediate është ekzistenca e kësaj burrërie, që është një gjë që nuk u testu dot me sa duket për gjatë protestës, sepse protesta që tani do filloj prap për herë të 30, nuk e ka përllogarit njerëzit që kanë marrë pjesë në të, nuk e kanë përllogarit me sa duket mundësinë që një protestë që të kundërvon me sistemin në mënyrë të natyrshme të dëmton apo të çon drejt dëmtimit. Një protestë ku njerëzit janë të çliruar që në origjinë nga mundësia se mund të dëmtohen, nga pjesëmarrja tek ajo, nga ekspozimi i kundërvënies tyre ndaj sistemit, kjo është një protestë e çuditshme. Unë pa dash të fyj kënd në shkrim, kam thënë që nëse një protestë ndërtohet në mënyrë të tillë që pjesëmarrësit në të as nuk e llogarisin dhe as nuk ekziston në të vërtetë frika reale se mund të dëmtohen, më shumë se sa të jetë një protestë, ngjan që të jetë një komplot, do ta sqaroj se çfarë do të thotë në këtë rast komplot, pra jo kuptimi klasik fjalës, por një protestë e përllogaritur, një lloj inxhinierie sociale që
për fat keq është gjithmonë diçka me cilën duhet t'i bëjmë llogarit. Unë vetë besoj që sistemit fashist të rilindjes Partisë Socialiste ky telash i ka ardhur nga të vetët apo nga aleatët e vet, për arsye që nuk na takojnë neve dhe nuk kanë lidhje me ne që jemi këtu sot. Unë duke menuar kështu kam qenë pjesëmarrës, kam shkuar në protestë, kam shpresuar që ajo të korri sa më shumë sukses që të jetë e mundshme. Pra, nuk ka këtu ndonjë gjë që e bën dyshim apo bëhet fjalë për konflikt interesi apo për standard dyfisht. Secili bën atë që mundet në momentin që përballet me të keqen, dhe nëse të duhet bësh aleancë me një të keq për të luftuar një të keqe, që njihet që një aleancë e tillë është e natyrshme të bëhet, por në momentin që mundet që të jetë kështu, unë nuk po them që është kështu, në momentin që mundet që të jetë kështu, të jetë pra një protestë që e ka përcen fushën e njohjes tonën që jemi pjesëmarrësit në terren të saj, fushën apo nëse është e tillë, atëherë ajo është një protestë e para përgatitur, që së bashku me të tjerë, pra të pjesë një ansambli, dhe me elementë të tjerë, ndoshta ta çojë sistemin në kolaps, që me sa duket hë për hë nuk është e largët, dhe paradoksalisht nëse një protestë ka sukses, ajo ose është në mënyrë fatlume spontanisht në përputhje me një fluks të përgjithshëm që ato i tekalon, sikurse thonë për protestën e dhjetorit, të 90-s, ose është pa ditë ndoshta pjesa më e madhe pjesëmarrëve të saj, është protestë predediktume, e para përllogaritur, dhe suksesi i saj në një farë mënyrë është provë e këtij prededikimi. Sepse s'mund të jetë ndryshe, s'mundet që protesta për definicion të një gjë kaq me natyrë të tillë, kaq fluturake dhe intensive, të arrijë rezultat kaq të madh sikurse është të ndryshojë gjendjen e gjënave. Origjina e këtij koncepti që unë po mbroj këtu sot është gjendet në Kur'an, në surën Yasin, e kam përmendur edhe tek teksti, janë disa ajete ku tregohet sura Yasin, është sura nr. 36 në Kur'an, ku tregohet ndër të tjera tregohet si histori se si Zoti dërgon në një qytet të devijuar në besimin e tyre, pra që ishin idhujtar, dërgon njëri pas tjetrit 3 të dërguar për me i qortu ato njerëz dhe për me i thonë që Zoti kërkon prej jush që ta adhuroni atë dhe jo ta adhuroni dikë tjetër. Dhe adhurimi dikë tjetër përveç Zotit është ajo që e quajmë idhujtari. Dhe ai popull ishte shumë i thellu në rrugën e vet, dhe në asnjë moment nuk pati ndonjë dilemë që ta merrte këshillën e 3 të dërguar dhe njëri pas tjetrit, madje i kërcënuan ato duke i thënë që ka ngulja e ujit po na bën që të mendojmë që jeni ogulzim me fjalë, dhe o do ju përzejmë, o do ju vrasim, kështu që kujdes sepse nuk duam që ta vazhdoni këtë përpjekje. Dhe Zoti thotë që vjen dikush, një njeri i thjesht, si përmendet emri, diku në një koment, në disa komente që pasur që ai ishte një artizan që prodhonte litar, vjen nga skaji i qytetit, edhe në mes të qytetit i thot popullit të vet, sistemit, edhe i thot që pse humbi mundësinë që t'i largoni të keqes dhe t'i afroni të mirës, ktheheni tek Zoti e kështu me radhë. Pra ai vetëm proteston dhe i vetëm i del përballë të gjithëve dhe sistemit, dhe atë normalisht e eksterminojnë, e shfarosin. Përshkrimi që thuhet se i ndodh atij është që ati i hidhen edhe e shkelin me kam, pra e vrasin në mënyrë barbare, ajo që quhet linçim, kështu vriteshin zezakët në Amerikë prej bardhëve, kur duhej të shpërndahej shpaji dhe mos shkonte përfundonte në gjyqja askush.
pra duke e dërmu të gjithë bashku një njeri të pambrojtur. Ky është rasti që tregon Kur'an dhe sipas asaj që unë kuptoj dhe që pa paraqes këtu është që kjo është forma më e koncentruar e protestës, që thot aty kemi spontanitetin, pa cilën s'ka protest, as vërtetësi, aty kemi intervalizmin, apo do të thot të ndodhurit të protestës me një shkulm, pra me një hershmëri në saj, ta thoshim ndryshe, që janë cilësitë protestës. Aty kemi shpërfilljen e nevojës për numra, për të bërë protestë mjafton vetja jote. Mos harrojmë për shembull që është diçka që se me këtë ritëm që e ka njësë do shkonte gjatë, ndoshta e mbyllim ndoshta për 5 minuta, 10 minuta maksimumi, ju kërkoj ndjesë, apo së në zjatë. Po kujtoj për shumë që në 2010, besoj në dhjetor 2010, në fund, një djalë, një tregtar në Tunizi, Muhamed Bouaziz, djeg veten në publik si pasojë e frustrimit të politikave qeveritare që ja kishin shkatruar biznesin me cilin mbante familjen e kështu me radhë. Ky është rasti, ai protestoi vetëm, pra nuk priti që ta linçonte sistemi, por u vetë asgjësu dhe shembulli i tij thorriti në rrugë mira njerëz, ajo që protest, masanera u shndrua në lëvizje, por në fakt aty ke pranvera arabe, sa aty e pati origjinën, ka dhe element lëvizjes, po ka dhe element të revoltës, po ka dhe element të kryengritjes, sigurisht, sepse ka pasur përplasje larë midis grupeve të organizuar njerëzve dhe forcave të sistemit. Po e përmend as i rast për të thënë pra që protesta nuk ka nevojë me domos për të pas shumë njerëz, sepse si një qëndrim, me fjalë rezultati në fund duket sikur është parathënë, ajo thjesht do të japi një shkull, një goditje sistemit, të cilin sistemi me nervin e vetë mbijetues është i destinuar që ta suportojë, dhe ajo vlen për aq sa i jep një lustër digniteti atyre njerëzve, jep një shkëlqim digniteti atyre njerëzve. Digniteti është nevojë madhore për ne, për qendet njerëzore, kështu në funksion të një nevoje për satisfaksion shpirtëror edhe për dignitet. Këtu lëvizin, ky është qëllimi i një proteste, në fakt, në këtë kuptim, shumë njerëz do të thotë le të themi një shumëfishim i efektit të mirësisë që ndjen apo të shijes së qenit njeri me dignitet, po jo më shumë se sa kaq. Dhe në këtë kuptim, pra jeti kuranor ndihmon shumë për mos me rënë në këtë njerëvullim të kuptimit, siç kemi rënë gjithë bashkë, pak si shoqëri të kuptimit të protestës, dhe po ashtu protesta, ashtu siç përshkruhet e atij njeriu në Kur'an, tregon që dhe lidhet me momentin ku e vendosëm si parantezë, pra që protesta me siguri që ai që e bën që të jetë i vërtetë duhet llogarisi që do të dëmtohet si pasojë e do dëmtohet në kuptimin sistemik, material të fjalës, do dëmtohet në shëndetin e tij, në jetën e tij, në trupin e tij, tek njerëzit e tij, çfarë ka ndërtuar ai, të gjitha ato janë të ekspozuara karshi një armiku pas grupuj, sikurse është sistemi në momentin që ndjen veten të rreziku. Dhe këtë po ashtu na thot, nuk na lën në dilema dhe ta gjejmë vetë në një farë mënyre me deduksion, po na jep të ekspozuar qartë, të qëruar shembulli kuranor, sepse ai njeri vritet pa i dhënë asnjë mundësi, shkelet me këmbë, dhe përfundimi i tij në parajs, sepse ashtu thot Zoti që ai shkon drejt për drejt në xhenet, si pasojë
apo pas kësaj, dhe kjo tregon që në sytë e Zotit ai është njeri i nderuar, e që do të thotë që protesta, po me këto kushte ama, pra që tjetë e pa përllogaritur, e pa shpresuar se do të sjellë me vërtet sukses në terren, po që është thjesht një shprehje e brendshme e nevojshme për ta refuzuar të keqen me çdo kosto. Edhe duke përfshi brenda sakrificën, kjo tek Zoti është një akt i lartë, është një akt shumë i lavdëruar, dhe ama po ashtu do të thotë që kjo është një moment që pas të cilit ndahen gjërat, ose ajo sakrificë jep atë rezultat që kërkoi ai që e mori përsipër, pra ai vdes me dinjitet, dhe në këtë rast Zoti ndëshkon atë popull sikurse na thuhet që ai popull ndëshkohet për Zotit pas kësaj, ose merret dinjiteti i tij, ai e fiton atë dinjitetin e vet dhe sistemi ndërkohë vazhdon pas kësaj dhune, duke përfituar apo duke programuar dhunë mas dhune, vazhdon jetën e vet që nuk e ka problem hiç se mund t'i le themi të humbas në një lloj aure, sistemi nuk ka nevojë për aur, me siguri që ka nevojë, por vjen një moment që mund të shndrohet në luks ajo, dhe ne duhet ta dimë këtu që një sistem mund të ndjetojë edhe pas një lejtimi moral, mund vazhdojë përjetësisht vetëm duke u mbështetur tek dhuna, vetëm siç tham, nëse është një sistem i mbyllur, i cili nuk e kushtozon dhe nuk e mban në këmbë veten nga realitetet jashtme. Po që se është i mbyllur, ai shoqëron dhunën me dhunë, arbitraritetin me arbitraritet dhe vazhdon të lulësojë, vazhdon të vjetojë apo vazhdon të keqen e vet pambarimisht. Në këtë rast duhet të jemi të lumtur nëse përmes një proteste do arrijmë që të dëmtohemi për sistemin, do të çojmë që të dëmtohemi për sistemin, por ama sistemi nuk na mori dot dinjitetin, që është e vetmja që na mbetet kur s'kemi asgjë tjetër, sidomos kur s'kemi parazgjethash fuqi. Për ta mbyll, çështja që unë besoj se është çështja kryesore është që ky mbitheksim i rolit, i statusit, i peshës, i funksionit të protestës, jo vetëm na ka lënë pa mjete reale për ta ndryshuar sistemin, se kjo nuk bëhet përmes protestës, dhe ne kemi investuar gjithë në protesta. Pra ky është dëmi i parë. Dëmi i dytë është që, siç thash, na ka ngushtu imagjinatën dhe ne nuk shohim atë që është aty, që është gjatë gjithë kohës aty, që është, po që se në vërtet duam që ndryshojë gjendja, do duhet që përfitojmë një lloj tjetër veprimtarie njerëzore, që është ajo që e kemi quajtur lëvizje. Unë e kam thënë aty që është ajo që kanë bërë profetët si rregull, se do është e vjetër sa që është njerëzimi, dhe që është e vetmja mundësi që me kalimin e kohës mund bëjë që një pjesë e madhe e shoqërisë, shpresohet që të bëjë të një pjesë e madhe e shoqërisë, të emancipohet deri në atë pikë sa që ta njohë pa vështirësi çfarë është e keqja dhe çfarë është e mirë, dhe të jetë kultivu deri në atë pikë sa që mos ketë dilema, se në momenti që identifikon se kush është e keqja ti kundërvijnë asaj, dhe shpresa se një pjesa më e madhe e shoqërisë mund të arrijë këtë nivel vedije, mund bëhet vetëm përmes lëvizjes, ashtu sikurse kanë synu ta bëjnë këte profetët dhe ka bërë më mirë nga gjithë i fundmi i profetëve, profeti Muhammed alayhis salam. Nëse nuk e kemi kuptuar këtë si shoqëri, neve do të vërtitemi në cikle të mbyllura, protestash që do shërbejnë dhe me sa duket herë pas here mund të jenë të nevojshme për sistemin, se të shkakojnë një lloj tensioni
që për ndryshe mund të ishte i pakontrollueshëm dhe sistemi do gjejë mënyra nëse e shef se situata bëhet agravohet, do gjejë mënyra se si të duket sikur po ndryshon, duke i rrit gjërat ashtu siç kanë qenë dhe duke bërë vetëm një rregullim të jashtëm, siç ka bërë të 35 vjet. Dhe për sa më përket, unë nuk kam asnjë dyshim që kështu do ndodhi edhe mas këtij momenti, pra ajo që do ndodhi do të jetë një makjazh, s'ka ndodhur ndonjë gjë që thelbësisht do ndryshojë me të vërtetë gjendjen e shoqërisë shqiptare. Pse? Sepse nuk ekziston ai grupi i vogël i njerëzve, nuk më duket se ekziston që me përsipër që mos bëj asgjë në jetën e vet përveç se të luftoj të keqen e përbashkët, dhe nuk ekziston përveç këtij grupi, nuk ekziston një doktrinë që përmes cilit ky grup të nis ta bëjë këtë të frymëzojë dhe pjesën tjetër të shoqërisë. Por do pra nuk shoh asnjërin as tjetrën. Pse di nëse është diçka që përshtatet në momentin, për shembull është një grup njerëzish këtu që kanë shumë vite, kryesisht djem vajza të reja që quhet Lëvizja Bashk, që duket se ka një orientim neo-marksist në radhë, të cilët janë shumë aktive dhe nuk janë në gjendje vazhdueshme në hetim të padrejtësive të sistemit dhe përpiqen që t'i kundërshtojnë ato. Dhe ato e quajnë vetëm lëvizje, por sikur sa e kanë thënë Kalimsi aty, që ato, pra në një farë mënyrë ato kanë një grup njerëzish, kanë treguar se kanë një lloj kapaciteti për të pësuar dhe për të sakrifikuar, por ajo që i mungon është që ato nuk kanë treguar se kush është vizioni i tyre për shoqërinë, gjë që e bën atë që të jetë një lëvizje në tentativë, një lëvizje e vërtetë. Ose rasti i vetëvendosjes në Kosovë, në fakt titulli i vërtetë i shkrimit është Protesta, raport mbi çështjen shqiptare, titulli me cilin e keni lexuar shtyp është një titull redaksional i Botusit, edhe unë edhe që nuk është abuzim, sepse një gjë e tillë fuhet në shkrim, pra siç ndrohet protesta në lëvizje kështu me radhë. Po ideja ime është raport mbi çështjen shqiptare, sepse përmes asaj që po ndodh në shoqërinë shqiptare tani, të bësh një lloj skanimi se kush është gjendja e përgjithshme e shoqërisë shqiptare dhe grupeve apo lëvizjeve që janë brenda saj, dhe brenda këtij konteksti kam përmend Kalimsi edhe lëvizjen vetëvendosja në Kosovë, e cila po ashtu ka nisë një lëvizje, ka bërë punë të mira, ka bërë një pjesë punësh të mira, do të thotë unë ndaj idenë që me të rësia atyre për të mos toleru sovranitet në brenda territorit që ato i qeverisin është një gjë e natyrshme, në fakt nuk është një gjë ekstra që te kalon në gjë, vetëm se, pse pa përmend këtë, për thënë diçka, përmes një shembulli përmes thënë diçka, që një lëvizje si rregull nuk hyn në sistem, apo nuk synot hyn në sistem shpejt e shpejt, dhe një lëvizje nuk duhet që të çndrohet në parti, sepse qëllimi i lëvizjes, dhe do mbyll këtu, qëllimi i lëvizjes, dhe kjo e dallon ndoshta nga gjitha tjerat, qëllimi i lëvizjes apo natyra e lëvizjes është që ajo synon të ndryshojë gjendjen e gjërave bashkëlidhur detyrimisht me ndryshimin e gjendjes së njerëzve që përfshihen në të. Pra pjesëmarrësit në lëvizje përllogarisin që për ndryshuar gjendjen e gjërave ato duhet të ndryshojnë vete. Dhe ky është dallimi ndoshta më i madh midis lëvizjes dhe protestës, dhe që bën protestën, këtë protestë që po bëjmë ne të paktën në idenë që me të ndryshojmë gjendjen e gjërave, që ne shpresojmë ndryshojmë gjendjen e gjërave pa ndryshuar veten. Pra ne shpresojmë që shpejt e shpejt me një goditje ta vëmë përfund keqen, ta zëvendësojmë me të mirën, gjërat fillojnë të funksionojnë vetë, dhe ne pastaj secili kthehej në programin e vet. E mbaj mend veten time në 90-ën që kjo ka qenë ideja, se më qenë përfshirë në kuptimin e vërtetësisë drejt për drejt, besoja që kështu duhesh. Mirë, po nuk funksionon kështu, nuk mund të jetë kështu, s'është caktuar që të jetë kështu, kushdo që ndryshojë gjendjen e gjërave, tek kemi parasysh kur flasim për një grup njerëz që
e ka ose se ka një shoqëri, dhe nëse se ka, do shpikje realitetet paralele për të përfituar se ndryshon gjendjen. Pra, ndër të tjera, ky grup njerëzish, përveç bukurisë, karakterit, personalitetit, sakrificave kështu me radhë, duhet të përfitojnë edhe një luftë vazhdueshme me veten që i pëlqen apo me veten me cilën janë mësuar që të jenë të pandam dhe të përfitojnë se në rrugtimin e sipër nuk do të ndryshojnë vetëm gjendjen e gjërave jashtë, por edhe gjendjen e tyre brenda, gjë që protesta as nuk e ka fare nuk e ka fare në potencialin apo në repertorin edhe. Po ta lija veten me fol do flisja prapë, po nuk ja blen, sepse çfarë ishte më rëndësishme, unë besoj se u tha, ai që ishte qëllimi që u bë shkrimi, unë e paraqita këtu. Gabimet janë gjithmonë pjesë e çdo lloj përpjekje për me kuptu, nuk përjashtohet që ka që kanë thënë të ketë pas perceptime apo gjykime gabim, e prandaj ekspozimi sa më shumë i ideve në një farë mënyre është edhe një rrugë për me korrigju përmes ballafaqimit ato që mund të jetë gabim, e që është rasti që unë ju ftoj tani për këdo që ka ndonjë dilemë në gjë të paqartë kundërshtim me sa thash, sa të mundem do mundohem që të japë ide. Faleminderit, zoti ja shpërblet. Do kisha një kërkesë nëse mund të na shëvoni pak më shumë arsyet që shtypit të cilësoni qeverinë aktuale si rrugtim fashist. Në fakt, për shembull, sepse do duhet që të rikthej të ekspozoj çfarë di unë për fashizmin si doktrinë, edhe do ditë muhabet i gjatë, ndoshta do më lejohet një element, për shembull, estetizimi i dhunës është tipike e fashizmit, kombinimi i forcës me estetikën ishte tipike për musolinizmin, për fashizmin në Itali. Po ashtu, le të themi në të njëjtin aspekt, po ashtu të jashtëm. Teatralizimi i politikës është po ashtu një ose teatralizimi i skajshëm, sepse gjithmonë ka një lloj teatri aty, deri në karikaturë, po të keni parasysh shfaqjet e fundit në publik të kreut të së keqes në këtë vend, që aktronte si një po i leje emërtimet, së s'ja vlen. Pra, sebepi kryesor ishte një nevojë për të thënë të vërtetën, ndërkohë që ai akuzon njerëzit për fashizëm, akuzoi lëvizjen për fashizëm, do duhesh që ti t'i thoje, do duhesh që ne t'i thonim që në fakt e vërteta është që fashizmi është tek ti dhe ti po projekton ato që je vetë tek të tjerët. Dhe unë e pata një ide të vogël në fillim që një sysh në shkrim ta bënte këtë që po merrdi si pyetje tani, mirë po u kujtova rrugës që në fakt të mundësh me teori dikë i cili vetëm çon deklarata, siç i çon lopa gjërat që i ka të tepërta, është një gjë që del pa dobi për mendjet e njerëzve që ngjojnë, sepse ti sapo mbaron dekonstruktimin e një gjëje të neveritshme që ka ndodhur në ligjërim, sepse një gjë që ndodh kur flitet, ai ka kollaj të thotë një gjë tjetër dhe ti nuk mundesh që ti gjëmosh nga mbrapa duke ju përgjigj zhurmave me koncepte. Dhe në këtë kuptim unë e lash këtë tentativë, edhe ama atë merakun që t'ja ktheja mbrapsht atë emërtim bosh, të pavërtet, e pata dhe i vura emrin që në fakt i takon, dhe ne do duhet që ta shohim kështu rilindjen si një version
fashist në postmoderne, sepse ai është fashizmi moderne si i Italisë së pare 100 viteve, po kjo është një çështje që duhet marrë me më shumë ngeje, do duhet japim kohë vetes dhe ta bëjmë vetë si trajtim më me themel. Po jo në kushte emergjencë siç në kupton protesta. Po ashtu një gjë tjetër që duhet ta themi është që kjo është një qeveri kuislinge, për shembull përdor termi kuisling lirshëm për këtë qeveri, që do thotë një qeveri që emërtohet nga jashtë për të ruajtur interesat e sistemit që është në këtë moment në kontroll të gjeopolitikës brenda kësaj shoqërie dhe ai lejohet të bëjë interesat e veta brenda për brenda në rolin e të qenit Quisling, siç dihet pra që vjen nga kryeministri norvegjez që vun gjermanët në kohën e luftës së dytë botërore, kishte emrin ai Quisling. Pra mund të thuash shumë gjëra për këto, kapemi dhe hyke logjika që mbasi protestat mbaroi, a do t'i kthemi me thënë përballjes me këtë të keqe që nuk është kaq e cekët edhe kaq e thjeshtë saç mund na jetë duk në një moment nga entuziazmi i protestës. Mislim, profesor Zoran Meroft, pak shumë ishte e qartë teza. Thjesht për të shtuar diçka pas për të bërë një pyetje, një përgjigje, ndoshta për të shtuar elementit fashizmit të këtij që kemi është edhe obsesioni i tij apo dëshira e tij për ta parë zhvillimin e vendit përmes arkitekturës dhe madhështisë arkitekturës, si është diçka që fillon me faraonin dhe deri ke Duqe ke Hitlerit, që ishin ndërkohë që nuk shikon në fakt nëse krahasojmë me profetët që ata fokusoheshin ke njeriu, ke atë që përfiton njeriu, jo që përfiton po them në arkitektura, që në fakt është një element i vëlltarie që ai kërkon të përjetësoj vetëm përmes kurve. Gjithsesi, aty ke shkrimin ka dhe një element tjetër që nuk doli këtu gjatë folurit, ndoshta është pak i paqartë, u flet për çështjen e konfrontimit me forcë të lëvizjes. A e shikon si determinizëm apo si domosdoshëm patjetër që nëse një protestë kalon një lëvizje me trajtën e lëvizjes që domosdoshmërisht të kalojnë në një konfrontim force, ako që mund të ndodhin ndryshimet e revolucionit edhe pa forcë, paktën ka përvoja të tilla edhe sot moderne, përmes